Unë jam e dashur Anisa, jam Edi Rama. Mirë se vjen. Sa po kam dalë nga zgjedhjet, edhe në këto zgjedhje, unë kam fituar 83 mandate. Shumë nga që kisha kur e nisa 13 vjet më përpara, garën politik, dhe jam aq arrogant, sa tani ndjej ti shtyp me kem kushdo që më del përpara. Ti shtyp? Më bën habi që ke ardhur në fakt, sepse gjithmonë kam menduar që ke tipare të personalitetit narciste dhe ju pothuajse asnjëherë nuk e gjeni rrugën për tek psikologu, se nuk mendoni që ka diçka që nuk shkon me ju. Më solli një mik i përbashkët, Migeni, edhe si aprishja. Më vjen mirë që e dëgjon Migenin. Kjo është një frikë shumë e madhe në fakt për çdo që është aktualisht në këtë vend, që do ndodhi kjo shtypja nga pushteti aktual. A ka ndonjë rrugë për ta kuruar gjithë arrogancë që më ka dhënë populli im? Mendoj të kujdeset natyra ose Zoti për këtë në këtë pikë, se njerëzit kuptojnë që janë njerëz kur fillojnë t'ju ndodhin gjëra njerëzore. Po bëhem pishmar që ka marrë, se s'më dhe asnjë rrugë zgjidhje për të mi vendosur arrogancën që më karakterizon. Po njerëzit arrogant në përgjithësi e kanë shumë të vështirë ta mbivendosin arrogancën, se është forma se si kanë zgjedhur të dalin në botë që mos nxjerrin pasiguritë e tyre, të cilat janë të shumta. Do ishte mirë të kishe ndjenjur ande nga studiove. Po edhe unë si ty vendosa të këtë. Frankofon për frankofon jemi. Nuk të ka bërë mirë. Ose unë do ta bëj vendin më të vështirë për ty. Kjo është e vërtet, deri tani ja ke dalë suksesshëm. Ikën Edi Rama pa ndonjë zgjidhje nga psikologu jon dhe sjellim një tjetër lider që situatën e ka pak më të vështirë. Unë jam Sali Berisha, edhe kam dalë nga një humbje, dhe temi që s'dua ta pranoj se është humbje historike. I kam dhënë kundërshtar një fitore historike gjithashtu, po unë kam 101 halle të tjera. Dhe përgjithsisht për hallet që kam, unë nuk dua të shoh si timet. Po unë dua të sugjeroj që hallet që kam ti të mos i konsiderosh sikur janë problemi im. Po të kujt ja bën? Po sikur janë të dikujt që mi ka shkaktuar. Okay. Pra unë sa humba zgjedhjet, dhe nuk i humba unë. Mi voti Rama. Okay. Vetëm se gjumi nuk më ze këto kohë, sepse kam filluar më vjedhin shpesh. Dhe ndërgjegja tani nuk më vjen gjumë as me këtë. Edhe më thotë që po ti vetëm vidhesh o Sali. Çfarë duhet bëj unë që të flej gjumë? Po në këtë pikë, nëse nuk e ndërmend të marrësh përgjegjësi dhe të dalësh fare nga fusha se dukshëm po të prish gjumi, maksimumi do marrësh në një qetësues, se gjë tjetër që të qetëson nuk ka. Nuk të pëlqen, a? Jo, kam fituar imunitet. Kam shumë vite që domethënë pilulat i kam marrë te humbjet e para. Tani jam në vështirësi dhe. Tani rri pa gjumë. Çfarë duhet bëj? Po si fillim, mendoj që duhet flasim pak për familjen tënde, kur ke filluar të kuptosh që gjithmonë është fajt tjerë. I biti hym pak të thellave tani. Po mirë, pas kemi punë, mund të korrigjohem. Gjithmonë ka hapësirë për korrigjim. Ja vlen të marr pushime unë apo? E mira do ishte që po, do të bënte shumë mirë. Merr ca pushime kështu, dil fare. Shko diku, ajroso pak. Mirë atëherë, në ndryshim nga lideri aktual, unë kam një lloj shprese për Ka, se ti mund të ikësh. Mirë atëherë, sapo është ngritur nga Karigja dhe Sali Berisha, me një lloj shprese, dhe tulet në tavolinë, por në fakt ke vajtur ti se ai nuk vjen dot. Ilir Meta. Po. Unë jam Ilir Meta dhe përgjithsisht kam pasur gjithçka në këtë vend. Tani nuk kam asgjë. Por unë vazhdoj të mendoj që malet tona janë më të larta dhe ujërat tona janë më të kalta. Gaboja? Amerikanët kanë një shprehje shumë të bukur që në këtë pikë për ty vlen se aty ku je nuk mund të bësh dëm, çfarëdo që të ndihmon të flesh natën. Whatever helps you sleep at night. Nëse mendon që ne jemi më të mirët, më të bukurit, më të zgjutit, mund të vazhdosh ta mendosh lirisht. Po kjo që ka ti u dash ka transferuar te 313, a?
Se ka dhe shumë të tjera atje. Ka qenë një nga dëshirat e mia në fillimet e profesionit të punoja në institucionet e ekzekutimit veprave penale, pastaj ndryshova rrugës. Pse ndryshova? Sepse filloi të më shijonte shumë puna me pacient në zyrë, edhe nuk më ka pëlqyer asnjëherë të jem pjesë e administratës shtetërore në këtë sens. Më duket sikur të kufizon shumë mënyrën si duhet ta bësh punën. Po tani që burgu është bërë pak më VIP, nuk të intrigon? Jo, fare. Mendoj që njeriu në ca vende është gjithmonë njësoj. Në burg nuk ka rëndësi kush je, mbetesh në burg. Përkundrazi, sa më pak VIP të jesh, aq më shumë pushtet ke zakonisht. Mirë, unë e mora mesazhin edhe si kryetari një partie që nuk dola do deputet, kam një rrugë për të qetësuar shpirtin këtu ku jam dhe të falenderoj. Të lutem, sa herë të duash aty ku je. Një tjetër i dal nga këto zgjedhjet është dashej. Dhe unë jam në këto momente dashej. Dhe gjithë jetën, nëse ke vënë re, unë kam qenë një figurë e dashur. Edhe njerëzit kanë hapur edhe portale, janë frymëzuar, janë argëtuar me mua. Po dreqe e mori s'më ka nxjerr asnjë fitues. Edhe tani thash dhe dorëqen. Ç'a të bëj me am le pasoja mua kjo? Po trajtoje si një pension të mirëfillt. Fillo, merru pak me kopshtari. Po unë kam parë shumë njerëz tjerë që dalin pension edhe se përjetojnë mirë. Prandaj dhe unë po t'jap disa këshilla si ta përjetosh pensionin. Po quaje pension, se i ke marrë mjaftueshëm eksperiencës tënde politike. Nuk je dakord? Nuk të pëlqen? Nuk më entuziazmove. E nuk besoj nëse doja dal. Se çfarë mendoj? Po të merrem të jetën me politikë, ti jemi figurë kaq e dashur, ti ik pas gjë, dhe ti të më thua shijo pensionin. Po se ndoshta po të bëjmë llogarit, i bie të trishtoj dhe më shumë, se nuk është se ke pasur ndonjëherë shumë. Atëherë po të shohem më njëherë se e lëm me kaq më mirë. Ikën dashej dhe unë futem në lëkurën e kryetarit të Partisë Social-Demokrate Tom Doshi. Dhe unë kam marrë të them, a ke guxim të merresh me mua? Patjetër. Je i sigurt? Ua. Po mira, se duhet të kem frikë. Ky që nga hap shumë i mirë. Më në fund unë e gjej veten në vendin e dur, ku dikush nuk më trajton me sikletin e dur. A mendojnë që politika është vendi i dur për mua? Mendoj që jo. Mendoj që do kishte qenë shumë më mirë në biznes privat, po dukshëm po të shijon politika kështu. Unë po e mbyll këtu edhe po të them të ruhesh. Pas ke guximin më shumë se duhet. Thot populli jon, guximi është virtyti i budallait. Ruaju. Lulzim Basha. Po. Jam unë. Edhe kam qenë kryetari i PD-s, ministër, kryetar bashkie. Në këto zgjedhje këndova dhe me Unika Tilin, u bëra dhe Euroatlantik. Edhe kam pasur rekorde në klikime. Tani çfarë më sugjeron? Se unë humba, dhe nuk kam asgjë. A më sugjeron të vazhdoj të ndryshoj personalitete, apo? Të sugjeroj që ndoshta ka ardhur momenti që ta lesh Shqipërinë. Po këtë mund ta bëj. Shumë mirë. Po unë kam një aftësi për të ndërtuar dhe për të bërë dikush tjetër. Ke një aftësi kështu si zvaranikët. Që edhe po të prajsin diku, ti rigjenerohesh si një gjë e re. Ky është një fenomen që e studion çdo shkencëtar, kështu që nuk besoj se e the për keq. Jo, absolutisht, në asnjë mënyrë. Ti je dhurata më e keqe që na ka bërë ai i dyti që ulte unë sot. Nuk jam i sigurt nëse kam vajtur te psikologu dur, po jo, kjo është pak po e sigurt. Un po ngrihem dhe i fundit? Po bëjmë, nuk është i fundit, si i fundit. Fash. Po jo, i fundit. Unë jam Adriatiku. Mirë se vjen Adriatiku. Jam pak impulsiv. Je pak, është vërtet. Ne nga Vlora, nga Vlon Gjaku, me thënë drejtën, edhe le të themi çfarë nuk thash në këtë fushat. Thash edhe gjëra që nuk e di nëse do i kisha thënë. Po për shembull unë fitova një mandat
Dhe për të thash që nuk do e mbaj. Mirë po tani jam në dilemën të mbaj fjalën apo të mbaj mandatin. E në këtë dilemë ekzistenciale unë nuk kam ku shkoj tjetër përveç se te psikologu. Kështu që të lutem, çfarë duhet bëj? Kupto cilat janë vlerat me të cilat do të dukesh publikisht. Nëse vlerat e tua me të cilat do të dukesh janë vlerat e një njeriu që i qëndron fjalës deri në fund, përgjigjja dihet. Por, nëse do të marrësh formën e një politikani të mirëfillt, po ashtu përgjigjja dihet. Po ma përcolle keq Adriatikun. E sugjerova gabim tek. E sugjerova gabim. Po të vinte realisht do isha kurioze. Unë i kam sugjeruar Adriatikut që Adriatiku duhet mbaj mandatin, por të tregoj i sinqert me qytetarin. Që do të thotë? Që do të thotë në politik ti përfaqëson vlera njerëzore dhe ka dhe gabime. Gabimet, cilat nëse nuk janë esenciale, po janë fjala vjen euforike dhe që e përshkruajnë karakterin tënd, mund të dalësh edhe të komunikosh me qytetarin. Mora tjetër sinjal, pata tjetër ndjesi, kisha tjera përgjegjësi. Sot ti mendon që Adriatiku është më vlerështuar se kushdo që do e merrte mandatin në vend të Adriatikut? Po unë e mendoj. Okej. Ishte pyetje shumë e sinqertë. Po tani Adriatiku është mes dilemës që të zgjedh psikologun apo ati që e shpurit të psikologu. Kam idenë që do shkoj me atë që e çoj deri te psikologu. Kështu është gjithmonë. Mirë atëre. Endri Shabani. Okej. Kam bërë çdo gjë, jam kthyer edhe nga Anglia, si ty, mbarova Oxford, një hale me shkollë me thënë drejtën, edhe e kam provu dy herë, le të themi qytetarët nuk më kanë vot besuar për të qenë përfaqësues i tyre. Duhet vazhdoj të provoj? Duhet të kuptosh çfarë ke marrë në kaq kohë që e ke provuar. Në këto 2 herë që e ke provuar, a ke marrë diçka mbrapsht, a je më mirë se qishe, se ndonjëherë mund të jenë hapa të vegjël po të sigurt, por nëse të tutut nuk janë ato, ndoshta ka ardhur momenti ta rimendosh si do ta japësh kontributin tënd. Tani me që ti edhe pyetjen diplomatike edhe unë jam po aq i aftë diplomatikisht të ta interpretoj si dua unë, e kupton? Kështu që po të ishe pak më drejt për drejt do e vlerësoja. Po, nuk kam si ti më drejt për drejt se nuk e di çfarë po kërkon ti. Apo kërkon politikën, apo kërkon kontributin, apo kërkon pushtetin, çfarë po kërkon? Mirë atëre, po ik duke të vënë fajin që ti s'më ke ndjekur maftueshëm. Kjo është e vërtet. Dhe unë bie i qetë dhe vazhdoj rrugën time. Dhe ti vazhdon me atë qëllimin e parë me cilin erdhe. Hy dhe dal pa fituar asgjë. Kam sjell agronin. Okej. Agronin unë jam agron shejaj. Po ashtu nga Vlora. Unë jam patosnano dhe mbrapa vjen historia. Edhe kam marrë te ty gjithashtu me sugjerimin e miqve të mi. Mikini ma kam mbushur plot ditën sot. Sot kam përshtypjen që është dita më intensive jotja në karrierë, në terapi edhe në konsultim. Po unë kam vetëm një siklet si agron që unë kam një parti që është parti e vogël, 2 mandate. Dola mirë, nuk dola në krahasim me të tjerët jam shumë mirë, po gjithsesi kam një lloj frike që do jem një i vogël i përjetshëm. A duhet që të jemi lumtur dhe i tillë, si mund ta përgatis veten? Mendoj që historia si e ke jetuar deri tani tregon që ti nuk kënaqesh me vendet që arrin. Pra një njerëz që kërkon gjithmonë shumë dhe jo gjithmonë në formë të logjikshme pse po kërkon kaq shumë, sepse ndërkohë që arritet shumë nga ana biznesit, zgjodhet të hysh politikës. Ndërkohë që arritet deri diku në politikë, zgjodhet që të bësh diçka më vete me idenë që të arrish akoma dhe më shumë. Dhe njerëzit që nuk kënaqen asnjëherë me vendin ku janë, përgjithsisht e kanë të vështirë ta gjejnë lumturinë. Por mund të gjejnë, je duke më thënë që unë mund ta sakrifikoj lumturinë, po do jemi suksesshëm dhe këtu ku jam? Jo, këtë nuk ta them dot, sepse varet çfarë quan ti sukses. Dhe për shumë njerëz suksesi është lumturia. Atëre po ik edhe unë me përshtypjet që më laj që doli përpara, që do interpretoj si ta dua. Okay. Po kjo vlen për të gjithë nga i pari tek i fundit. Apo që nga mirë kështu. Pas kam qenë në vendin e duhur. Dhe tek i fundit. Hajde.
vim te I fundit. Oho. Unë jam Arlind Qori. Dhe unë jam ai që luftoj me oligarkët. Ti je I bindur që jam vetëm unë që flas të drejtën edhe të vërtetën. Komunisti modern. Këtë e thua ti, nuk e them unë. Nga kjo që më shpjegove më. Dhe unë nuk kam ndërmend të bëhem me askënd, vetëm nëse të gjithë bëhen me mua. Mirë, po kjo ka edhe le të themi pasoja, që unë nuk do jem në parlament, do jetë një shoku im. A duhet ndihem xhelozëm për këtë vendimmarrje? Mendoj që ke shkuar pak zgjuar në këtë zgjedhje, ke futur në gryk të ujku dikë tjetër, ndërkohë që vetë ke marrë të gjithë lavdhet edhe lavdërimet për këtë njeriu që zgjodhi të lindte dikë tjetër të pare. Po tash unë erdha në psikolog, nuk erdha tek njerëzit e Ramës. Kështu mund të flasim vetëm njerëzit e Ramës. Po të Berishës si do flisnin? Njësoj si do. Gjithë janë njësoj. Jemi gjithë njësoj në këtë. Njerëzit e tu si do flisnin? A ka I këshill për mua? Pyetja jote kjo ishte. Çfarë këshille do ti? Për çfarë do këshille? Po me sa më njeh mua. Me sa më ke ndjekur. Ti ke qenë votuese. Besoj ke marrë në shqyrtim gjitha alternativat që kanë qenë në treg. Është vërtet. Jam munduar të paktën tek ato. Dhe nëse s'ke votuar për mua, kjo bisedë mbyllet tu pastaj. Le ta mbyllim këtu atë. Shiko, unë mundova ty janë në lëkurën e kujtdo. Sigurisht që kjo kishte edhe pak hilaritet si në rubrik. Edhe do ishin interesant fakt nëse do zgjidhin të shkonin te psikologu. Do ishin interesant. Mendoj që po. A ka nevojë këta për të shkuar te psikologu? Unë mendoj që po, në përgjithësi figurat publike ka nevojë për ndihmë profesionale sepse ka gjithsesi peshë, por nga ana politikane ndonjëherë bëhet pak e vështirë që ti të shkosh tek një profesionist sepse zakonisht funksionon ashtu siç ti po I tregoje që ata kërkojnë që ti t'ju bësh shefin edhe ti përkëdhelësh egon, sepse kështu ushqejnë edhe figurën publike që del në zhurmë. Kështu që është pak e vështirë që ta kërkojnë psikologun, por nëse do ta bënin, mendoj që do ishin shumë më të mirë në atë që bëjnë.